Drejtoria Rajonale e Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor në Elbasan gjatë vitit 2012 i ka hequr licencën 5 farmacive. Nga kontrollet e ushtruara, këto subjekte kanë patur vlera të pajustifikuara. Sipas drejtorit të Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor, Everest Hoxha, farmacit në qarkun e Elbasanit kontrollohen edhe nga auditi i Drejtorisë së ISKSH në Tiranë, në mënyrë që të eliminohen abuzimet. Hoxha u bëri apel çdo farmacisti që të ndjek pikat e kontratës dhe t'i zbatojë ato. Pasi për çdo shkelje do të ketë penalizime. Gjatë vitit 2012, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor në Elbasan ka ushtruar kontrollin në të gjithë farmacitë e qarkut të Elbasan në të gjithë agjencitë farmaceutike. Gjatë këtyre kontrolleve, ne si drejtori kemi parë punën e farmacive në problemet që kanë me rikursimin, në problemet që kanë me komunikimin me pacientin, edhe problemet e ndryshme që dalin gjatë aktivitetet e tyre. Drejtoria jonë ka kryer heqjen e licencës së 5 farmacive në nivel qarku, edhe shumica e farmacive janë gjobitur me vlera të ndryshme. Shkali i këtyre heqjes licencës dhe i gjobitjes janë bërë vlerat e pajustifikuara farmacive në pluse gjatë ushtrimit kontrollit. Veç kontrollit tonë, farmacitë ushtrohen me një kontroll rigoroz edhe nga auditi i Drejtorisë ISKSH Tiranës, që është kontroll i pavarur që dhe ai merr masat e veta dhe ndihmon shumë në stabilizimin e punës tonë. Unë mendoj që edhe në të ardhmen ne do të vazhdojmë punën me ritme edhe më të mira, që komuniteti të ngeli i kënaqur nga shërbimi i farmacive dhe çdo farmacist që nuk e justifikon rregullat dhe punën e kontratës do penalizohet sipas ligjeve që janë në fuqi. Drejtoria Rajonale e Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor do të vazhdojë kontrollet në të gjitha farmacitë e qarkut të Elbasanit, me qëllim minimizimin e çdo shkelje që mund të kryhet jashtë kontratës së lejueshme në ligj.